Në sallën e bibliotekës së qytetit të Lushnjës, shoqata kulturore shqiptare Bektashiane me qendër në Lushnjë zhvilloi një veprimtari përkujtimore me rastin e 180 vjetorit të lindjes së atdetarit dhe poetit të madh të rilindjes kombëtare Naim Frashëri. Aktiviteti u organizua me pjesëmarrjen e anëtarëve të shoqatës, intelektualëve të qytetit, shkrimtarëve dhe studiuesve, të cilët sollën kumtesa mbi jetën dhe veprën e Naim Frashërit, si dhe kontributin e vëllezërve Frashëri në historinë, kulturën dhe identitetin kombëtar shqiptar. Të pranishmit vlerësuan trashëgiminë e pasur të rilindësve, duke theksuar se veprat e tyre mbeten dhe sot burim frymëzimi për brezat. Veprimtaria nisi në tingujt e këngëve patriotike të interpretuara nga këngëtari Gëzim Xhaxhai, i cili i dha aktivitetit një atmosferë të veçantë artistike dhe emocionale. Kumtesën kryesore të kësaj dite e mbajti kryetari i shoqatës kulturore Bektashiane të Lushnjës, Zoti Kujtim Baze, i cili solli referime mbi jetën, veprën dhe mesazhet atdetare të Naim Frashërit, duke e cilësuar atë si një nga figurat më të ndritura të kombit shqiptar. Në këtë takim përshëndeti përmes një video mesazhi dhe kryegjyshi botëror Bektashi, Baba Mondi, i cili vlerësoi organizimin e këtij aktiviteti dhe theksoi se besimi bektashian ka përcjellë gjithmonë mesazhe paqeje, harmonie dhe dashurie për atë, ashtu siç predikoni dhe rilindasit shqiptar. Ndërsa shkrimtari Gëzim Baruti mbajti një ligjërat kushtuar figurës së Naim Frashërit, duke u ndalur në vlerat letrare, filozofike dhe kombëtare të veprës së tij. I ftuar në këtë veprimtari përkujtimore ishte edhe presidenti i nderit i shoqatës kulturore Bektashiane të Lushnjës, Zoti Resul Prishta, i cili në fjalën e tij vlerësoi figurën e Naim Frashërit dhe rëndësinë e organizimit të aktiviteteve të tilla për ruajtjen e kujtesës historike dhe kulturore të kombit shqiptar. Sot në bibliotekën e qytetit Lushnjës, që është një bibliotekat më të pasura dhe më të frekuentuara, jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga lexuesit të rinj, shoqata kulturore Bektashiane përkujton 180 vjetorin e ditëlindjes së poetit ton kombëtar, ideologut të bektashizmit dhe shqiptarizmit, njeriu dhe mendjes së ndritur të rilindjes kombëtare që në udhëheqjen ose në frymëzimin e iluminizmit evropian dhe rilindjes evropiane, povi dhe krijoi rilindjen tonë kombëtare për rizjimin e ndërgjegjës së popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Ky përvjetor në Lushnjë përkujtohet nga shumë nxënës, nga shumë shoqata, por kryesisht nga shoqata jonë. Tani, mesazhi që jep sot Naimi është mesazhi i bashkimit të kombit shqiptar si një komb që i përket familjes europiane. Dhe një nga thëniet etike të tij është dielli për shqiptarinë lind nga perëndimi. Rastin e përvjetorit të 150 të vdekjes së poetit madh shqiptar, Naim Frashërit, kryegjyshata e shëndetësore e parë e ka po e bën këtë. E bën sot në Lushnjë me vonesë, si bën të tjerë të shqiptarë. Naim Frashëri dihet, me qëllimin jonë është e njohin Naim Frashërin nga historia që janë të moshuar. Detyra jonë është që japim rinisë ta njohin. Neve në Tiranë kemi 2 varre, të Naimit e të Abdylit. Samiu nuk e kemi, nuk na i dhanë turqit. Por neve kemi një mendim që do angazhohemi të marrim të rinjë dhe vjetër, do bëjmë një vizitë në të qenë e Frashërit, atje ku janë 3 vëllezër që të njohin më mirë. Dhe kjo është dhe meritë.